Mendoj që në vitin 2004 ose përgjithsisht early 2000s, xixat ishin gjithçka, kështu edhe bazën do e filloj me xixa. Tani ky është një tip primary nga Rem Beauty. Okej, e bra bazën e make-upit sepse mendoj që nuk ka asnjë gjë interesante për t'ua treguar, se është një bazë normale. Tani vetullat unë kaq i kam, nuk kam si i ruaj. Se atëherë kanë pas vetullat shumë të holla. Nuk do i ruaj vetullat për një video, okay? Tani është pjesa më e vështirë sepse është pjesa e eyeshadow që ka qenë ikonike në vitet 2000, like early 2000s, dhe mendoj se do bëj diçka me eyeshadow blu, bocelli, diçka me xixa. Këtë e gjeta në shtëpi, nuk e di sa e vjetër është sepse e kisha harruar që ekzistonte, por është fix për këtë make-up look që do bëjmë sepse ka vetëm xixa. Kjo është bluja. Po, ama kjo xixa e bardhë. Nëse gjeta dhe këtë paletën që nuk e di sa vite ka aty dhe nuk është përdorur kurrë. Dhe tani kjo bluja këtu është shumë blu. Do doja diçka më boçell, por tani këto kemi. Është super e pigmentuar. Nuk mund t'i them jo kësaj. Ta provoj sa për kuriozitet këtë Lejlan. Gjithsesi, pash disa tutorials në TikTok dhe do bëj një inner corner blue, boçell dhe pastaj do e sheh. Pra një bazë natyrale të syt dhe tani është momenti për nga që është blu e errët, sikur po ma mbyll syrin, duket tmerrsisht keq. Gjithsesi, shif, akoma s'kemi bërë qërpikët, buzët, do bëj sens, okay? Syt pak a shumë kjo është, okay? Në ato vite me aq sa kam parë unë, buzët kanë qenë super nude ose super light pink, por unë thjesht e di që do ngjaj e vdekur, do ngjaj e tmerrshme, ndaj do bëj lip common që bëj gjithmonë dhe pastaj do bëj glossy, sepse glossy ka qenë edhe më famoz se buzëkuqi nude, okay? Në fakt ka pasur shumë make-up looks që kanë pasur ngjyrë buze shumë të errët dhe i mbajnë fix kështu me këtë lip linerin të pa bërë blend out fare, por unë s'do bëj këtë sepse xixën që vura te syt do e vej si highlighter. Bër pak më nude buzët, do vej concealer në mes. S'është aq keq, po do ngjaj më bukur kur të vej lip gloss që do e vej pas outfitit. Dhe ja ku është looku i plot me outfitin, por për të parë videon e plot të outfitit kam postuar një get ready with me para disa ditësh që mund ta shihni këtu te profili im. Ruajeni këtë make-up tutorial sepse në datën 4 shtator te Tunel Tarrac organizoj një party me tematikën e viteve 2000. Pra 2000s themed party nga dress code e deri te hitet më të famshme të atyre viteve. Biletat kushtojnë vetëm 1000 lekë të reja, të cilat mund t'i merrni te Le Futur në blog. Party është për moshën 18+ dhe mezi po pres të shoh make-upin dhe outfitet tuaja.